Mirë, jemi rikthyer në Vënçe, në një temë që unë e kam fiksim, por me sa duket i është bërë fiksim. Kujt është bërë fiksim? Tregojnë që ta dëgjojë populli njerëz se ta dëgjojnë çik. Kujt është bërë fiksim? Si ishin këto influencer Cerat? Është bërë pop qeverisë kineze. Po, qeveria kineze ka marrë një vendim që nëse nuk i ke dijet e patentuara, pra të mbrojtura me diplomë, pra ke mendim për të dhënë, ke argument për të dhënë dhe shtjellon një gjë që të tjerët kanë kurreshtje ta dëgjojnë, ti mund të bëhesh influencer. Po kështu si këto kërpudhat mas shiut në Shqipëri, që na mbytë. Po në Kinë ç'po kanë në Shqipëri? Edhe në Shqipëri, se për ato shqiptarët do flasim ne. Kemi hallin ton. Këtë do diskutojmë sot me një panel të fuqishëm. Kina ka kry punë. Punazha do kryjnë punë dhe në Shqipëri. Albano Zhapa i rikthehet fuqishëm në studio, por kësaj rrede nuk ka ardhur për shkak të emisionit. Por është sfiduar. Po do ta themi se ça dhe si dhe qyshe tek, po pas pak sekondash. Flora Xhemani Baba. Ajo është një influencere shumë e preferuar prej meje, sepse ajo flet për gjërat e bukura të Shqipërisë, që duhen parë, po edhe të Ballkanit edhe më gjë. Vjen për herë të parë në studio një shkrimtare, një poete, që ka dhe libër në panajir, nga më të mirët, Arseda Gjyli. Faleminderit që jeni bashkë me ne sot. Po të pëlqeu virusi Bardazi, je në rregull. Do infektohen po? Po unë besoj se po. Kështu ka qenë, të gjithë kanë janë infektuar këta. Dhe ja ku është ai. Nikola Ndoni. Ai u zemërua radhën e kaluar kur Albano tha për këtë vendim të madh të popullit të madh kinez. Ai është kundër censurës, ai është kundër bllokimit, ai është po ti thot vetë. Ashtu, ëh? Po. Dhe ai u bë sebeb që sot do kemi në këtë studio zjarr e plak. Të vinë zjarr fikset aty afër. Ja se më duket se sherrin e parë kemi bashkë. Po. Pse mos të mbyllen? Opa. E gjithë kjo ignorancë që vërshon çdo ditë, bam. Kemi nevojë ne për këtë ignorancë. Faleminderit për ftesën një herë. Dhe tu bëj një kompliment se jeni nga të paktet dritare informative ku nuk ka censur, ose më saktë të themi autocensur. E kemi arritur me se ne nuk mjafton censura, kemi dhe autocensur. Ajo është me frikshme. Dhe ndërkohë pastaj nostalgjira kineze edhe ruse. O zot, ku jetojmë? Ori, jeni në rregull apo jo? Jemi në rregull ne? Po janë në rregull këta që çfarë nuk shesin atje. Po ne përdorim rëndom kinezëri. Mjafton vetëm kaq edhe rrezohet. Kina po i mbylli gojën e ignorancës. Po pse kjo ishte problem në Kinë, mbyllja gojës? Pse kush ishte problemi? Se kush mendon ti se është më e dëmshme? Me dëmshme. Një informacion i gabuar? Tani të lutem informacionin dilu, përballu, argumentoje i dhe poshtë demantoje. Si çfarë gazetare? Po jo më nxjerr një ligj. Po, shumë mirë ka bërë që ka nxjerr. Unë edhe do t'ja falja në një moshë që edhe nuk ka jetuar. Kuj do t'ja falësh më zotri? Nuk ka jetuar. Po si mund të marrësh telefonin ti dhe të thuash me ato sigurin, sikur ta ka dhënë Zoti mbi tokë, si i dërguar i Zotit, dhe të japësh mend për gjëra që ti s'ke kualifikim fare. Po kush e vendos kualifikimin, të lutem? Pra! Kush e vendos kualifikimin? Fol tani, se ti e bëre proçkën. A ka një shkollë që kualifikohen to influencerat? Po duhet jetë me shkollë një herë, më vjen keq tash. Ore zotri tani pa kemi pranuar arsimimin si Konfucin që të marrim nga Kina, nuk ishte shkollë, ishte vetë. Kemi pranuar arsimimin si certifikim të dijes. Kush e ka kërkuar? Kush e ka kërkuar? Ne kanë imponuar zonja, po lere tani, çka kemi kërkuar? Arsimimin e kanë imponuar ne? Edhe ti çfarë më vjen dhe zotria, më heri keq që nuk arrinte dot të jep të tonë të kinezëve. Po ke mundësi të japësh gjithë. Edhe tjetra, kush i pyeti kinezët për ligjin? Nuk di ki. Kush pyet ki për ligjin? Albano përgjigju, tha ti se duhet ti duhet japje vërtet dorën kinezëve. Po më pëlqen titulli se Kina ndalon dhe e keni vënë ndalon në thonjza. Kina nuk ka ndaluar fjalën e lirë, nuk ka ndaluar njerëzit të shprehë mendimet e tyre. Ku ka fjalë të lirë? Unë do dëgjova. Po jo, atë të thuash Kina është fjalë të lirë, Kina është indicio, Shqipëria, flasim për Shqipërinë. E para njëherë the kinezërira, the ca gjëra që ato kinezërira ti i ketë kohë në verit se tani kinezët po shesin gjithë makinat, e kanë mbush botën me makina. Në rregull, pastaj nëse flas për material në rregull. Kanë avancuar shumë. Kina është një shtet që prodhon 400.000. Atë fola nostalgjia kineze, të lutem. Në vit Kina prodhon 400.000 inxhinierë në vit. Të lutem. Nuk ka kinezërira më. Nostalgjitë kineze se. Atëre,
ajo u tha në një kontekst të caktuar dhe duhet kuptuar ashtu si është thënë. Nese, nuk e kisha personalisht për ju. Po jo, Remir, bërë se unë jo që ta kuptojmë. Po unë e tha, unë bëra se bep që nuk do të emision. Jo më shqetësoj, po më bëjnë çudi, një histeri kolektive, një kënaqësi, jo vetëm nga juve, flas se ka kohë që diskutohet kjo puna e histeri, në anë e kujt histeria. Pironela që ke histerike. Nuk flas personale. I tha për... Shiko. Jesh histerike, dhe të kesh histeria në dy gjëra të ndryshme. Shiko, kur e kundërshton një gjë, duhet të dëgjosh kundër argumentin. Ka kohë që po... Pse ignoranca është bërë kaq bashkë, do me thënë, në këtë histeritë e ignorancës? Pse mos e quajmë një histeri dhe mësymje të ignorancës me informacione boshe? Mund të them diçka 1 minutë, ta shpjegoj. Jo, më thuaj këtë, mos më thuaj diçka. Jo, ai tha diçka dhe ne si u përgjigjëm se ai s'të las përgjigjesh. Do të them diçka shumë shkurt. Në vitet 70 e zhvilluar një degë e shkencave sociale, që quhet agnotologji. Po, sakt. Edhe ka zhvilluar një profesor amerikan, Robert Proctor quhet. Po. Dhe çfarë është shkenca që studion ignorancin? Po ignorancin, jo ignorantin, informacionin e orientuar për të lënë budalla, për të lënë ignorant. Okej, e ke lexuar këtë? Ne jetojmë në këto lloj informacioni. Për të lënë ignorant, mjaft mos t'i japsh informacion, jo t'i japsh gabuar. Të dërgojnë informacion atë që ata duan, sa ata duan edhe që dallohet një ignorant. Ma thuaj pak. Po këtë të thash pak më para unë sidova unë, thash kush e vendos, kush është një padije. Pa ka folur. Se s'po flasin për ignorantë. A ka folur ky filozofi? A duhet të lexojmë filozofi? Po, dhe filozofi. Dhe filozofi po. Një njeri që ka bërë libra se është i mençur. Po çfarë do marrin mirëqenie? Një njeri që bën 1 miliard video që është i mençur? Po, atëherë kemi tjetrën degë të shkencave sociale, të lutem. Mirë, dakor. Që quhet epistemi. Shiko, ky pastaj përveton fare. Po jenë në truezë universitar më burr, mos e ashtu. Kemi dal, jo, sa unë jap përgjigjen tani. Në qoftë se dikush, një shtet apo një person, ndërton një program studimi mbi ignorancën për t'i lënë njerëzit më ignorant, ai është më ignorant se ignorantët, sepse mjafton t'i lësh pa shkollë dhe ata janë në këto kushte jemi. Argumentin ta dash, jo në këto kushte jemi. Sepse informacionet në sistemi neve janë të gjitha. Tani, meqense do ta lësh ignorant njeriu edukata është ignorancën, atëherë të lutem Flora. Orientimi i informacionit me pika është thjesht dezinformim. Okej, Flora. Kur të mbaroj zotëria, po Flora. Po. Lash do një më fal, nuk e kisha. E para, unë mendoj që dolëm krejtësisht jashtë temës, sepse ideja ishte pra që të diskutojmë temën influencer në Shqipëri, nisur nga vendimi që ka marrë Kina. Tani ne nuk duhet të diskutojmë këtu për Kinën dhe për kinezërit dhe për industrinë e makinave. Po harxhon dhe ti minutat kopën. Iku kjo, shumë e saktë. Ideja është pra, a duhet të quhet influencer dikush që nuk është i diplomuar në degën për të cilën flet me kompetenca? Unë kam një lloj këndvështrimi tjetër, sepse mund të mos jesh i diplomuar për profesionin që ti ushtron, sepse ka plot që kanë mbaruar inxhinieri dhe sot janë bërë gazetar shumë të mirë, fjala vjen, ose janë bërë, nuk e di, do me thonë, a i ka mbaruar shkollë për fizik, po themi, nuk e ka ushtruar. Po mirë, shumë mirë, po shkoj po punojmë gjithë doktora atyre, se kemi pasion. Jo. Po. Ti ke mbaruar gjë multimedia? Televizion? Po nuk ka lidhje, ka mbaruar histori. Ke mbaruar histori. Sot je gazetare në televizion. Po, nuk ka lidhje kjo, është shkolla më e mirë, është ajo e praktikës. Edhe unë këtu doja të dilja, po ti nuk më le. Është e njëjta gjë. Atëre korrigjoni, jo diplom, a mund ta mbaroj fjalin, sepse sa herë që vi, unë nuk e mbaroj dot asnjëherë deri në fund fjalin që thua. Po jepi gazit, hë. Unë po them, në momentin që ti vendos të bëhesh influencer në një drejtim të caktuar, që mund të jetë kuzhina, filozofia, mjekësia, udhëtimet, me që vetë pretendohet që jam një influencer për udhëtimet për turizmin. Rritë dega jote, mos u hap si ki u fiu dikur, që bënd të dhe kizar ajo po thotë të kundërtën.